që po të thoja ti shoku Sajmir. Na falni, jemi gati për të futur në studio. Na lini të punojmë. Lire, shiko. Na lini të more djalë, po na lini të punojmë. Kur thotë largoni, ik. Pishkolleni. Po, si më se kemi. Ore, na lini të punojmë. Lire, se është me punë. Na lini të punojmë. Po punoj ky. Po ç'është kjo punë kështu? Do zihemi me kameramanët çdo. Po patjetër. Po filloj me punu ky, Isak Newtoni, asgjë fare. Hajde tash. Ç'është ky tjetër me një. Na lini këto kamera, këto gjëra na lini tash. Vajza. Mos shikoni këtë. Kot. Shiko, vajza. Mi ardhur. Doni me ik në banjo? Jo, nuk keni nevojë për të ikë në banjo. Pa, je. Atëhere, stop. Ura gjithë operatorës vetëm këtë quni këtu Kruton, ha? Krutona, ti bëjë kënojshë, vetëm Krutoni bëjë kënojtë. Ju e di që Aredin Pasha është personazhi negativ i këngës, ha? Pa tjetër, gjë po. Jo, po. Do t'i qërohen mire tabe. Jo si Toni Gogu që tha lavdi Aredin Pashës. Ma leta që një lapë të bëri dhe atë në lytë men. Aredin Pasha erdi me ushtëri, u bon Dibranët barë si burë. Trimat e Dibrës janë personazhi pozitiv. Ta gadisim ne ty. Ore budal, ku shgojsh bërë? A Dibrës? A në regullo shesh? E të marrë shatë keqit, po. Bajza ju mirë keni qenë me shtetmi? Ha? Qaka, hajde, qaka. Marë si ti mbaje, Greta ti... Bau, Greta! Bau, më së tërzo! A të marrë shatë keqit. Mi mbrëma më shëndetim që një sonë në sonë në glanë? Haj, mi mbrëma shqiptar, ju rritë zotin gjithve. Mirë, Polenat. Ja. Polenat dhe Polena, ja. Nuk është Polenja. është soferinë, është uragane që shkreptim në qelë pasër. Rufe. E keni vënë re, vajza? Rufe. Se si, do më dhënë, kam rasisur, kam pasur një shok në këtë që quhet më arkitekturës, fakultetin e arkitekturës, inxhinierin ndërtimi. Edhe, pasere, për të qenë mirë në mësime, i regjistron të pedagogut ku shpjegonin. Qa thua më Gentian? Pedagogët që? Pa qa thua më bërë? Pa të ishe nuk e di. Me vend mediokër. Ba. Ndërsa, po kjo shëqja ime, kur krasonte këto regjistrimet e pedagogëve që flisnin në leksionet e tjerë, me këtë zonjën këtu, sa mjësis, se patën fatit, ta kishim pedagogë, tha. Qa tërë si ma, pa ja këshu është... Nuk, një pak lutëm... është freelance, nuk është... Nuk, Regjia më dimo pak. Kryeministër, këtu ndodhemi në një nga kantieret më të rëndësishme të korridorit të 8. Këtu, praktikisht ndodhemi në fazën e 5, ndërtojmë 2 tunele nga 1.1 km secili, të cilat lidhin pjesën e Elbasanit me pjesën e Librazhdit. Fillimisht në studim edhe në projektim ka qenë vetëm 300 metra tuneli, por duke qenë se kishim një impakt shumë të madh në qytetin e Librazhdit, për sa i përkiste prishjes të një sër shtëpiave po dhe pronave, u ripa duke i dhënë këtë zgjidhje. Bravo. Stop, jo mbaj pak aty të lutem, kuptoni gocak, do menen. Si të prishin shtetin e Librazhdit është i palet, si të prekish ti qytetin e Librazhdit dhe tha. Ato shtëpia, ato vlerat e seja, pak më vonë do flasim për shtëpia. Unë them ta shmangin sa më larg Librazhdit. Jo, qytet në ka njerëz, jo kupton. Jo, kam ironinë, ne çoç dalonin blinim në shishe ujin e kafe tash. Jo, pa prap, aty të kalon rruga. Aty kalon? Aty kalon. Dalim dot nga tuneli për të pi kafe? Del nga tuneli, futesh në një... Nuk është se dalim atje ku del pra tuneli, se. Nuk është se ti del 4 km dhe tu kthehesh mbrapa Librazhdit. Jo, ma tash më ti kupton po. Në hotelisht, ha? Shefi Librazhdi. Jo aneks, po Librazhdi. Vazhdoj se ndëgjoni pak me vëmendje. Inxhinieri, këtu nuk kemi një informacion. Si tha dhe inxhinieri? Çe deshe me motor. Palera me inxhinierin ti je shumë mirë aty, ha? Unë nuk kuptoj pse e fryn stafin me inxhiniera kot. Japi rroga kot. Edhe inxhinieri dhe Rama ti bën. Hajde, edhe nga ura. Hajde. Jepi. Si ai i llogaras, por nuk kemi as në një informacion të vështirë aq shumë sa Murizi. E vurere, që deshe me fol pak inxhinieri i tha, të lutem dhe se të ka parë në studimi që sote, ri pas fol, ri aty uje. I shkeli këmë, ri se prej te jemi këtu. Bravo, oke, vazhdo, hëmë! Shte po fleti madhe. Jemi në diçka të mesme, kemi fraktura shumë të mëdha të gjeologjisë këtu, të cilë më jepi pjemër! Në bëjmë disë të vështirë situatën, por jo të pamundur dhe jo... Ka shmaroj, lera. Në më dhënë, qiko. A i tha Murizi nuk duhet përsëritet më. Jo, oke. Një duar në gjinja për zonjën Belinda. Usta lesh!
qartë, pastër, bukur. Faktikisht Morrizin, po ta kishin bo inxhinier, do kishte marru para 4 vitet. Shiko, ti je tendencios. Ti në këtë fushatën e kuptoj qartë, ti mund t'jesh me Partinë Demokratike dhe tendencios ndaj gjithë këtyrave. Okej, pra, patjetër që po. Mos përsëritet më Morrizi. Mirë po, vajza afroni shpejt. Shpejto moj tash këto. Se për të bërë tunele ju... Ja, që qaminoni, zini me bo i kërcim, do boni tunele. Afroni. Por, vajza, shpesheri ju kam sfiduar për të gatuar dhe kam parë që jeni kuthret qamet. Me 3 yje Michelin. Shumë bravo. Vajza, me këtë inxhinierët të aftë, po jo vetëm aq, do gjeni brenda dhe diçka tjetër, njerëzore, diçka femërore. Humane. Si, humane. Përveç se inxhiniere. Bravo. Inxhiniere. Dini ju si bëhet asudja, se ne i themi asude. Ka që ju thënë asude. Asude. Po pse e vend teksin ke asude? Po varet nga zona. Nga zona. Mati e ka ndryshe, lushnja e ka ndryshe, fjeri ndryshe. Se nuk është lushnja zë bërë, gjithë Shqipërisë. Jo, patjetër, mi se qeja. E dini si bëhet? Aha. Nisheste. Nisheste. Lene të që të më nga tro. Edhe kjo, nisheste. Po. Asude, nisheste. Okej, po. Aha. Po. Duhet një burë se të dhe më krau. Pa tjetër, ha? Ja pra, për keni drejta barabartë me burin, bojni pra, jepi, dhe? Duhet ose me topa. Hallë, si hallë. Jo, nuk hallë ka mjellë, nuk e... Tuqa, me tuqa, po, ose? Ose në furë, Okej. revani asud, dhe që piqët. Peqe, shefti si e ka teorin kjo, praktikën e ka pro. Mashallah, Po nga ana ju si e bëjni. Nuk di si bëhet asudja. Si që tha Greta, vëtëm se bëhet më e mirë. Regjia në ndihmo pak, ti masa në gjojë, se kjo e që nga nona u salesh. Ndihjoje pak, ndihjoje. Se e shep vetëm në për kantiere, e shep në vetëm në për... Nga video e fundit që isha në Dibër, jam në mes të fjerit. Ashtu dhe. Dhe fjeri nuk shumë mbrapa përgatimet. Kush e tha? Kemi të gjuar shumë përgatimet e mëzeqes, që ka marrë përsipër që filloj promovimin e tyre. Bravo, jemi fushat, ha? Çfarë kemi këtu? Se era, duhet të them që era është e mrekullueshme. Kjo kthej dhe në resheti. Po të duash, tani nuk e bën papa. Do me thënë, asudeja është kur është e butë, kjo është me niseshte, është me ara, me gjallë. Ka ruara gjallë. Ka ruara dhe ato pra që japi shijen. Po, edhe sheqer dhe gjallë. Stop! Baj pak aty! Pra Se kjo ajo nuk që tha na bëri arra vajza gjallë. është... Kjo tha një përzjene një sështeje, po ta Ajo që tha Greta është ajo slajmi që bo vajza ime në shtëpi. Me arra me gjallë për shasu. Pra, Greta tha vetëm një seshte dhe ujë. Jo, po, edhe që që, po tash vetëm te, E kena pas përdor me ngjit pambukët për vitri, këtë gjamë. Jo, po tash vetëm te Greta të Zebarku, po tash të për... Pastaj ishtohet gjalpë dhe arra dhe hartë. Ajo që bëri Greta ishte një seshte dhe ujë. Po, emra që tha sakt, korrekt e mund lutem. Alo? A do bëjmë në një gjë? Na fal, se na kapi gatimin, na rëmbeu gatimin. Shpit, lipi, ha, ta marrojmë, hajde. Shuhet kur e bëm kështu. Po. Nëse pastaj e shtrojmë me ta dhe... Po. Derë mos gjatë, e pe, isoj si në rrugë. Pra, struktura, formacioni, tuneli, quhet këshu, hidhet këshu, bëhet këshu. E me pas qefë, Asë ndryshim me inxhinierim. E inxhinieria, po dhe... Pa dhe gatimi një inxhinierie është një gjeologjime... Nëse e shtrim në tavë, duhet quhet Revani Hasude. Asude, po. Pra me shtresa, Revani Hasude. Me formacione, tuneli gjatën, e mënë mërë si s'patën fatin... Si lidhet gjërat. Si lidhet gatimi me ndërtimin... Jeta, eksperienca e jetës, këpëton. Si aji që dojgjë gjatëpin për e të parë në Francë, dini qërë tha? Merdë, këpëton, po aty këpëtoj që ishte e mirë pasaj, aty ishte... Bajsa, e dini ti gjë? Jo, nuk e di që dini që majoneza u shpik për të mbulu defektet e kuzhinjerit. Në Francë edhe kjo. Mos i kujto kështu gjërash laksative se nuk ma kjo, majonez. Se pra ne nuk tha gjatë dhe arras ke asudeja. Ndërprisni kafen për 3-4 ditë. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.